Nuk kemi guxuar me fol asnjë fjalë shqip, se treni ka qenë i mbushur me ushtar paramilitar, cilët krejt kohën e kanë tregu storjet e secilit qysh i kanë vrarë, i kanë maltretuar shqiptarët. Po mandej plaçkitjet kanë qenë të tmerrshme ani në veri edhe babi vendosi me këqyr me shku në stacion të trenit me pa a ka bileta për Rashk. Na kemi vendos me shku përmes stacionit trenit të Mitrovicës për në Novi Pazar, sepse i kishim familjarët aty në Novi Pazar. Pra tezja e babit na pritke, edhe thëshin që edhe Kninga, vushtria e andej është kogja keq situata, kështu që për mos me rreziku edhe pse u dasht me kalu Rashkën përmes Serbisë, po nuk e di sakt kështu, po besoj ka qenë ma e lehtë për neve me shku anej, me kalu përmes Rashkës në Novi Pazar. Edhe kështu dhe jemi nisë prej Mitrovicës, kemi qenë une, vlau, mami edhe babi, edhe hala ka qenë me djalin e vetë, hala e babit. Që kam kujtohet mu kështu si fëmijë është që babi ka thonë mamit veshu, doku që nuk jena as shqiptar, nuk jena në hall kështu të madh, edhe e di që nana u vesh shumë bukur, edhe me një pallë tepër të mirë, e lyme, edhe me arin prej argjentarisë që e ka pas babi, se u duvke me marrë diçka kështu me veti. Veç mos me lon për shtypje që jemi shqiptar ose diçka, edhe neve fëmijëve na kanë thonë asnjë fjalë shqip gjatë udhëtimit mos me e fol. Stacioni i trenit Mitrovica është i njëjti, është ajo si shtëpizë vogël, është i njëjti vend prej ku jena nisë. Për mu ka qenë interesant se ka qenë i raja parë doket që kom hyp në tren, kështu që pak edhe një farë frike se desha që diçka po ndodh, po edhe një farë interesant mu ka doke që në tren po hypim. Po kur kemi hyp në tren prej Mitrovicës, u nesëm për në Novi Pazar, përmes Rashkës te tezja e babit, se në gjyshën e kom pas poshnjake të Novi Pazarit, edhe ajo na pritke atje, se s'kishim ku me shku tjetër, edhe u nesëm pra prej Mitrovicës për në Rashk na kanë marrë me taksi kemi vazhdu për në Novi Pazar. Nuk kemi guxuar me fol asnjë fjalë shqip, se treni ka qenë i mbushur me ushtar paramilitar, cilët krejt kohën e kanë tregu storjet e secilit qysh i kanë vrarë, i kanë maltretuar shqiptarët. Edhe që kjo paka shumë, për mu që kam mbet kështu prej udhëtimit në Rashk, ka qenë që ato pamjet e ushtarëve, edhe nana jem e lyne, edhe me ari kështu që mos mu dok që jena kështu maltretume se që jena shqiptar, që mos me na nalë, edhe kërkush nuk na ka fol kështu kur gjo, po s'kena guxuar as na me fol shqip heq, fëmijët sidomos, edhe unë e di që e bajsha hallin ma shumë të vllaut, i cili është ma i vogël, po u to qa mësaj po fol diçka. E me një moment e di që edhe i kanë lyp shkrepës babit, a ki shkrepës, po për fat mirë që ka fol serbisht nuk e kanë vrejta, s'po di. Gjyshja jeme, nana e babit, ka qenë poshnjake e Novi Pazarit. Ajo mandej u arë Mitrovicë për shkollim, edhe ashtu kam bet u martu me gjyshin. Aty mandej kemi pas nga tezet e babit, se gjyshja ka vdek shumë e re, ata na kanë prit neve në Novi Pazar. Po as aty nuk ka qenë e sigurt me ndajt, prandaj u duft mas 2 ditëve me u nis për në Ulqen. Në Novi Pazar, kur kemi shku te tezja e babit, nuk është që kemi mujt me najt shumë gjatë, se dhe aty, kur merrshin vesh që po majnë shqiptar, kishin në për shtëpia, kontrollojshin, kështu që na për mos me i maltretu as tezën e babit, vendosëm me shku në Ulqen. Atar prej Novi Pazarit kemi shku deri në Rozhaj me taksi. Një pikë ushtarake që ka qenë prej Novi Pazarit për në Rozhaj, e dim kujtohet që ka qenë kogja e rrezikshme dhe na e pritshim që ato kështu me hezitim me kalu, se thoshin që është shumë e rrezikshme sepse ishin pra pikë ushtarake dhe ka qenë me thas kështu të bllokune një pjesë e rrugës. Po edhe aty kanë qenë ushtarët, po për çudia nuk na pan, a që ka ndodhi nuk e di, po na kalum pa na ndal heq. Po të mandej në Nikšić, në qytetin Nikšić, të në malit zi, aty na kanë ndal. Edhe pyetshin qysh ju lan juve me kalu, kush ju kaloj juve kështot. E di që babi që shtregon u dusht pak me lujt, ashtu një faloje më ju thonë pse kush do të me na nal neve, me anë malëzi, çka kemi ne, pse mos me arna. E di që i ka thonë, ose je shumë trim, ose je shumë budal, s'pedi, ajo shtari i ka thonë babit.
Edhe e di që e ka pyet ai çysh është situata. Kallëzom çysh është situata, e di që babi I ka tregu krejt kogja drejt, kështu është ndodhur gjenocid me njerëz civil, të pambrojtën, edhe kur gjohë kërkush nuk po bën. Edhe atëherë I thot ai ushtarë, kaloni sa si kom ra pishmën me ju kthy. Edhe kështu ka qenë historia. Tash na masi që mritëm në Ulqin, normalisht ka qenë një farë lehtësimi për neve, po ka qenë telashe ku me shku, ku mu strehu, se shtëpiat që I lëpshim kanë qenë, I lëshëshim me qiroja tepër shtrejt apo refugjat. Edhe e di që në shtëpinë që jena nalë me marë, ka qenë ai malazez ai njeri dhe pronari I shtëpisë edhe na kalon vetëm një katë të shtëpisë 900 marka në atë kohë për një muj. Për neve ka qenë shumë, tash për atë kohë. Edhe thëj ke babi qysh hala nuk e di qysh kanë mujt, edhe të thonë, e po e kemi sezona, s'kemi që ka me bo. S'kemi që ka me ju bo ju që jeni refugjat. E aty kemi najt vetëm 20 ditë, se ma ndej tezja e babit prej Novi Pazarit na lajmëroj që ka gjetë një shtëpi në shtëj të një kojshis aty, një pështjaku tjetër, e vazhdo një aty se është 200 marka muje.